Asoj. Erion, edhe 3 ditë shqiptarët do shkojnë kutitë e votimit për zgjedhjet parlamentare, nga ku do dalë qeveria e ardhshme. Përse shqiptarët duhet të japin mandatin e 4 qeverisë socialiste, nga ku do dalë Partisë Socialiste, nga ku do dalë dhe qeveria e ardhshme? Okej, se domethënë ka një diferencë midis Partisë Socialiste edhe qeverisë apo qeverive, qeverive socialiste. Sepse mundet që një qeveri edhe mund mos ta meritojë, mundet që brenda saj edhe një ministër, një zëvendësministër, një drejtor, një pjesë administrative e saj mund mos ta meritojë që të jetë nesër, pas nesër të marrë. Prandaj ne kemi thënë që problemi ynë është të ndryshojmë veten. Kohë pas kohë, me qëllim që të përshtatemi dhe të korrigjojmë, edhe të përshtatemi me njerëzit, kërkesat e tyre, po mbi të gjitha të korrigjojmë veten. Është themelore që të korrigjosh veten në sjellje me qytetarin dhe me objektivat që ke marrë kur je votuar dhe ke marrë një mandat 4 vjeçar. Pastaj Partia Socialiste meriton një mandat 4 për shumë gjëra. E para mbi të gjitha për këtë transformim që i është materializuar vendit në harkun e 12 viteve. Së dyti që është shumë e rëndësishme për të punuar, për të vazhduar, për të bërë punën. Edhe më mirë se sa Partia Socialiste punën, nuk e ka bërë kush para nesh. Së treti që është themelore, për të mos cënuar ato arritje, ka shumë që i kundërshtojnë, ka shumë që i kontestojnë, ka shumë që janë kritik, po ato arritje që ka shënuar reforma në drejtësi. Është shumë e rëndësishme që drejtësia, qoftë penale, qoftë civile, po mbi të gjitha drejtësia sociale të instalohen në këtë vend. Dhe është bërë një hap shumë i rëndësishëm përpara që duhet shkojë deri në fund. Dhe përtej Partisë Socialiste nuk ka nga këto. Po të shohësh të gjitha forcat politike që janë konkurrente me ne apo janë garë me ne, tjerë me radhë, atakun kyç, atakun kryesore kanë përkundrejt sistemit drejtësisë. Apo drejtësisë së re që është instaluar në këtë vend. Kështu që unë mendoj që këto ka pas vërejtje edhe nga Partia Socialiste në lidhje me drejtësinë. Po patjetër që mund të ketë vërejtje, po në cilin aspekt? Në aspektin e lirive dhe drejtave të njerëzit, jo në aspektin e veprimit, reagimit penal. Ta quani organizat kriminale apo. Eksaktësisht, unë e kam thënë edhe diku tjetër që nuk jam dakord me çdo lloj sulmi që vjen nga politika përkundrejt sistemit drejtësisë, prokurorëve dhe gjyqtarëve. Prokurorët dhe gjyqtarët janë të atakueshëm nga ato institucione që parashikon kushtetuta dhe ligji, jo nga politikanët. Por po them, drejtësia në kushtet në të cilën në të cilat është, në të cilat ndodhet, patjetër që ka të meta, ka vend për të përmirësuar, ka vend për të korrigjuar pafund etj me radhë, por nuk ka qenë kurrë në harkun e 100 kusur viteve shtet. Pra po them, për këto gjëra dhe mbi të gjitha, për të goditur korrupsionin dhe për të vazhduar për ta luftuar korrupsionin, unë mendoj që ne meritojmë një mandat 4. Do duket si alucinante kjo që po them tani. Por më tregoni një rast në 35 vitet e fundit kur korrupsioni është goditur kur partia ka qenë pushtet, dhe më tregoni një rast kur partia që është në pushtet, qeveria e saj ka hequr mbrojtjen politike për të akuzuarit ndër rrethin e saj dhe ka lejuar drejtësinë. Pra, janë disa arsye për cilat mund votohet Partia Socialiste përsëri për të marrë një mandat 4, e ku unë mendoj që një nga arsyet e rëndësishme është që procesi që ka nisur i çeljes, i negociatave dhe i përfundimit të negociatave me Bashkimin Evropian nuk duhet ndërprer.